Ku fiton AK-ja pa balotash, ama baja nëse ka mundësi me ardhë kënej, ku të që më thuti unë e preki për me pas ma të letë prof? Pa balotash nuk ma mërë me që fiton askun. Askun? LDK-ja fiton dikun pa balotash? Po. Po e preki LDK-n edhe përshkun? Në istok. Në istok fiton pa balotash? Pa balotash, po. Telefon as kjo fiton pa balotash. Mirë. LVB-ja ku fiton pa balotash? Fiton në Podujev. Po. Fiton në Vushtri. Në Vushtri? Po. Fiton në Shtimje. A më tregon... Pa balotash, po flasë. Mirë, qësh fiton në Vushtri pa balotash, po e bëj si pyetje, për shkak se në Podujev nuk po ta bëj pyetjen së udhëheqme të. Po në Vushtri, qysh? Shiko, aty është një prej kandidatëve më të mirë për kryetar komune. Edhe ashtu shumicën e votuesve i ka pas. Doktor Sulejman Meholli, përveç se është mjek, është edhe politolog, edhe një njeri shumë i dashur. Edhe unë e kam vizitua kohët të fundit, nuk e kam njohur më herët, si person, si figur, gjithë miqtë e mi që i kam në Vushtri dhe rrethin, gati thuj se e konsiderojnë si çështje të kryer çështjen e Vushtrisë. Shtime gjithashtu dhe gjasat reale janë që shkoj pa balotazh edhe në Prishtinë. Por, te po e la. Jo, po e la. Po. A ta preki? Jo. Prof, sepse pa balotazh... Regjia, rete një dhe pak muzikët! Prof, zgjidhja jote e fundit, përfundimtare. Falveç se... A je i gatshëm për Prishtinë me i pa balotazh? Kam vështirë. Vështirë sepse janë... Shiko, PDK-ja është forcuar. LDK-ja është dobësuar. Po pa balotazh Prishtina vështirë ka. Është... Po. A e prekim pa balotazh o prof? Jo, këto trijat jam relativisht i sigurt dhe pas në arru, po. Mitrovicën. Edhe Mitrovica. Mitrovicën. Këto katra vetëvendosja i fiton pa balotazh. Te PDK-ja... Prof, e kom një pyetje. Po. A e fiton Kamenicën pa balotazh vetëvendosja? E kam vështirë ta besoj. Për shkak se qendroni është gjallë. Ndoshta për shkak edhe afërsisë subjektivizmit tim, këtu e fiton vetëvendosja, por pa balotazh jo. Mirë. Prof, a shkojmë të PDK-ja? Shkojmë të PDK. E Gjilani? Po. Me balotazh. Me balotazh. PDK-ja? PDK-ja... Që për e prekim një? E qartë. Skenderaj... Që shkeshaj? Që shkeshaj? Nazarja Apolini që... Që delë fotografi me toj? Që shushem pa gjykime? Që delë fotografi? Kërshjet të... Që të ka pushin edhe që të dorën? Hajtë që të dorën, qëte? Hajtë. Edhe ti Dardan... Pa balotazh nuk e fiton asnjë tjetër. Asnjë tjetër. E Nisma? Nisma se fiton pa balotazh, as Malishevën. Me pikpyetje e fiton me balotazh. Do të gara në Malisheva shumë e fortë. Po. Do me thonë, si pas jush, guxo PSD, Alternativa dhe Lista Serbe? Lista Serbe u murvesh, ata 3 komunat e veriut i kanë të garantua. Leposavicin, Zupikon Tokën edhe Zveçanin. Dhe si pas gjitha gjasave Zupikon Tokën, Zveçanin edhe Leposavicin. Po se përjashtoj mundësin që edhe këto parti tjera, po mendoj këto komunat tjera, Parteshin, Ranilukun, Novobërdën, madje këtu e kanë udhëheqësin kryesor të ashtë listë sërbe. Si edhe Graçanicën me balotazh. Edhe Graçanicën, mirë. Kjo është paka shumë harta, pa balotazh. Ramabaja, ky ishte parashikimi i Ramabajës. Po, Lirema, dhe ishte diçka? Jo, veç e Ferizajra, se bone ti sekret. Ja, pa balotazh aty. Kush?